Të gjesh dikë të përsosur në jetën tënde nuk është e lehtë dhe sado e dobishme që mund të jetë një marrëdhënie romantike, nuk mund të mohohet se disa persona janë të jetë lumtur duke qenë beqar dhe në vend që të kalojnë kohën e tyre apo jetën e tyre me një tjetër, këto shenjat e zodiakut që do përmend tani vlerësojnë pavarësinë e tyre duke përdorur kohën e lirë të tyre për të ndjekur interesat e veta dhe duke fokusuar tek kujdesi për veten dhe tek askush tjetër. Shenja e parë është shigjetari. Shigjetar ju zotëroni një pikpamje idealiste për dashurinë dhe çfarë do të thotë që ti jesh në një marrëdhënie dhe është e pamundur që ju të gjeni dikë që përmbush ato standardet tuaja të larta dhe në vend që të vendosni të jetoni apo të jeni në marrëdhënie me një partner që nuk përputhet me personalitetin tuaj, ju më mirë preferoni të uleni dhe të prisni derisa dashuria juaj e jetës të kalojë, pa marrë parasysh se sa kohë do ju duhet që të prisni. Shenja e dytë është akrepi, ndërsa të tjerët apo shenjat e tjera mund të shpenzojnë ditë, kohë, ndoshta javë, muaj, domethënë duke folur me dikë me mesazhe apo duke u përfshirë në flirte, në shaka flirtuese, ju keni një qasje të drejtë për drejtë në këtë lloj punësh, në romans, duke mos dashur që të humbisni kohë duke dërguar emoji të lezetshëm apo mesazhe shkatërruese në orët e vona të natës. Dhe për shkak të kësaj ju mund të tremni, si të thuash disa kandidat, por kjo nuk është se ju intereson shumë, nuk është se ju plas shumë, preferoni që të gjeni dikë që është i qartë dhe i ndershëm në marrëdhëniet romantike. Dhe shenja e tretë është virgjëresha, ju keni pritshmëri tepër të larta virgjëresha, pothuajse gjithçka, jo vetëm te kjo pjesë, duke kërkuar përsosmërinë e plot kudo dhe në këtë mënyrë ju fokusoni më shumë në të metat e dikujt në vend të karakteristikave pozitive të atij personi dhe mund të jeni shumë të shpejt për të gjykuar të tjerët duke bërë të vështirë kështu ruajtjen e një marrëdhënie të shëndetshme dhe ju fokusoni në përmirësimin e marrëdhënies suaj edhe nëse nuk ka asgjë për të rregulluar apo për të përmirësuar.